Ne do bëjmë një fejt të mjekrës edhe një tepër ansor, domethënë do bëjmë tepër ke flokët, po kam dëshirë që mos bësh shkputje të videos, në mënyrë që ta shihni hap pas hapi dhe është ajo dilema ku do ta nisim pjesën e vizimit të mjekrës, sa duhet jetë shumë, duhet jetë pak, domethënë unë rekomandoj gjithmonë që në varësi të pjesës së tepërit lart ose fejdit lart bëhet dhe pjesa e fejdit të mjekrës. Nëse do që ta çosh mjekrën pak më poshtë, atëherë limiti është fiks një gisht ke veshji. Ajo që rekomandoj tjetër është që vizimi mos bëhet i drejtë, por të bëhet i pjerrët, në mënyrë që të kesh mundësi të rush pjesën e kornizimit të mjekrës, sepse nëse do shkosh drejt, do hysh ke vizimi i ansori faqes, por nëse ti shkon ansore dhe bën matje një gisht këtu, nëse do shkosh ansore, siç e shihni, ruhet komplet pjesa e vizimit dhe kornizat domethënë korniza është ajo që është lezeti i mjekrës. Merr dhe bën pastrimin e kësaj dhe gjithashtu pjesa e tepërit mund ta shohësh në cepin e veshit këtu, thjesht zgjedh ti nëse do ta bësh vizim të drejtë, të shtrëmbur ose të harkuar. Domethënë ti e ke në dorë se çfarë lloj vizimi do bësh. Me që harkimi u bë, jemi duke bë të harkum. Kjo na jep mundësinë që të rrymë kornizën si shtam dhe pjesa e poshtme e mjekrës gjithmonë sugjerohet të jetë luks dhe jo klasike vizimi, po të jetë luksi. Kush është luksi? Të jetë fejt. Domethënë të bëjmë pjesën e poshtme të mjekrës fejt. Dhe si bëhet? Bëhet një lloj sikur bën fejdin e kokës, merr dhe heq gjysmën e gjatësisë së mjekrës që është në pjesën e gushës, vizon gjysmën në këtë lloj mënyre dhe ke mundësi që në dy gishtat që i kanë mbetur ti të bësh fejdin komplet. Gjithashtu të bësh dhe fejdin. Tani pjesën e ansorit do ta marrim me shaver. Pasi bëm pastrimin me shaver, tani fillon puna për bërjen e fejdit. Marrim pjesën e poshtme, hapim 0,5-ën, mund ta vazhdojmë edhe me 0 gjithashtu, hapim 0,5-ën, me dalje makina, bëjmë një fejd të lezetshëm. E mbyllim. E hapim, e kthejmë makinën mbrapsht për të marrë disa nga pjesët e mjekrës cilat janë të drejta. E bëjmë gjysmë leve. Dhe thuaj se mbaroj ca detajet vogla për në fund. Tani, siç vazhdua me vizën ansore, vazhdojmë makinën 0, bëjmë një vizë në këtë lloj mënyre, e fshim, gjithmonë të keni parasysh që të keni furçën e fejdit në dorë, dora majt asnjëherë s'qëndron bosh. Hapim levën dhe bëjmë pjesën e 0,5-ës. E hapim 0,2-sh. Në këtë lloj mënyre 0
0,5 edhe pak me 0,5 mbrapsht që të marrim pak nga volumi i mjekrës. Në fund fare na mbetet vetëm trimeri që është zhduk nga shaveri për të bërë heqjen e vizës së trimerit. Mund ta bësh parç këtë lloj mënyre ose mbrapsht. Tani që na mbetet është vetëm pjesa e vizimit dhe disa qime që ke mundësi që t'i heqësh me gërshër. Duke fut gërshorën këtë lloj mënyre, ke mundësi domethënë që t'heqësh disa qime që janë bashkë. Pjesa e vizimit do jetë shumë e mrekullueshme kur ta përfundoj.